sa herë dhe kur shkojshin sy ty ka pak i urtë. E qartë. O Gimbo. Yes. Po ty mo si të duken këto momentet shumë me deklarata, me premtime, me Që për nashta o pak herët me folë për premtimesh. Është një farë dhe të... O zot, o përëndi, digjo, realisht... A bën e kom vishë një kërkes. Ha, mo, ha. Nëse ka kaluar 12 nuk e di ose Jo, s'ka kaluar, do të them unë. Do të them. E ka ditëlindjen e Motram, po Po mos e thuaj pra se s'është mirë ta urosh para kohë. Urime ditëlindjen e Motram mirë. Ai pa të Rregull. S'do më ndryja pet se tani. Mani se tash e kri urime Motram i bosh 100 vjet. Tani. Kine unë më shemba. Një sekond, a i rash këmbës tënde unë? Jo, më ashtu duket. Është efekti dashurisë. Ajde unë vdes të këto. Vdes, të beton, dhe thënë këto momente që propozojnë, që martojnë, shu, Se kanë atë fatë gjithë, po s'ka gjë. Si, të gjithë e kanë atë. No, ma shu propozime me kamera, me trotafila, Kujtimi janë zakonshëm. Nuk e di, fantastik. Lumë si ti o, Greta, lumë si ti na emocionove. E din si jam bërë, uj. Uj, Nga qefi apo nga halli? Jo ti uj. Nga qefi, nga emocionet. Monika, qarë thua? Okej. Selin, ty si të duk ky momenti, se moment fantastik, në si të gjithë Po, vdes kur shikoj kështu propozimesh, sidomos kur janë dy njerëz shumë të rëndësishëm për jetën time. Po. Unë nuk kam folur akoma për mënyrën, për familjen edhe për gjithë jetën që kam kaluar, po ama Ono është nëse nesër do më duhet ta jap jetën time për Ono është ai person që unë nuk e mendoj dy herë. Qartë. Kështu që Digjo, të pyes kot për kuriozitet. Duke qenë se Greta ma ka plotësuar vllajin tim, ka po aq rëndësi mos them edhe më shumë. Për sa kohë e bën atë të lumtur. Se ekzistojnë dy lloje gocash në planet. Pra, gocat që duan kështu gjeste të mëdha, propozime si kjo që i ndodhi Onos edhe Gretës, dhe ekzistojnë dhe këto gocat që duan të jenë private. Në rastin tënd, për shembull, si do doje ti të vinte propozimi kur të vinte? Po. Kështu i madh, televiziv, kështu apo? Bukur. Tani, thënë amerikanët, I love love. Kështu që edhe unë, I love love, dhe kam qef që dashuria ime të inspiroj njerëz. Kështu që do doja të madhe. Të madhe. Po, të bukur. Të madhe, pra kush dëgjon e do të madhe. Surprizë të madhe, o Ledion. Surprizë të madhe, propozim të madhe. Po, pra, për atë po flasim, se qarë. Po, kjo thjesht du Jo, Selin, mos na ço akoma aty se s'ka shkuar ora 12. Kumër e Ledion! Jemi në fash të mbrojtë. Okej, dua të flas pak tani në lidhje me raportin që pati po të pyes Selin Troxhë. Si është raporti yt me Kristin aktualisht? Se di. Është shumë kontradiktor, një mëngjes dëgjoj dhe të flet, një mëngjes dëgjoj që i thot Mirit, unë nuk flas me atë se nuk e di debatuam, mos mbaj mend kur kemi debatuar. Po gjithsesi më ka bërë një super surprizë që unë do ta mbaj mend gjithë jetën time dhe për atë djalin e mirë që njoh, do kem gjithmonë respekt dhe do jem mirënjohëse për ato kujtime të bukura që mi ka lënë nga ky Big Brother. Për pjesën e lojës mendoj që jemi kundërshtar. E qartë. Kristi? Mendoj që kontradikta është vetë Selini. Unë kam qenë gjithmonë po i njëjti. Selini e ka nisur me qasjen komplet duke më thënë për disrespektin, vazhdoi pastaj duke bërë atë hapin, duke i bërë thirrje familjes time. Unë kam qëndruar po i njëjti, derisa në momentin dje ose pardje ka qenë, bëri atë që unë nuk e prisja kurrë. Kam qenë shumë afër me Selinin, nga një personat më të afërt këtu brenda. I vetmi person që nuk prisja që të bënte atë veprim që bëri ishte Selini. Kam një dhomë rrëfimi të Kristit që dua ta shohin të dy. E shohim bashkë. Këtu përsa i përket përputhen ka ardhur Ina me Casey dhe me Selinën. Fama, ka një që përputhen këtu më shumë ti, po e lunë, Selini. Po kjo është loja dhe e Mirit. Çka ka bërë Miri këtu për pas përputhen duke u marrë vetëm me gocat? Tek e tek janë të paftë dhe bashkë janë edhe më të paftë. Po ti mendon se kjo lloj historie do t'i ndri faqen jashtë kur dalin? Këto janë ashtu të pa fytyrë, ashtu të përshtirë. Ashtu të kompromis me lëkurën e tyre, jenë krye fjalë me krevatin,
Qëse janë kur e fjallë me privatin, ta dy do t'i kenë gjithmonë kundërt dhe janë 2-1 përballë mua. Selin. Po, atëherë, nuk është se nuk e prisja këtë koment nga Kristi. Për pjesën e përputhjes, kam thënë dhe do ta them në moment që zemra ime të ndi diçka për dikë dhe ky nuk është miri në mënyrë absolute, do ta shpreh sepse jam ajo natyrë e personit që nuk e kam problem nëse kam ndjenja për dikë ta shpreh dhe të bëj një përputhjen reale dhe jo fake me 750 ndarje dhe 300 lidhje. Ndërsa për sa i përket që na shikon si dy banorë, domethënë si dy lojtarë, si një banor i vetëm, është okej, është mendimi i Kristit. Unë qëndrimet e mia kundrejt kësaj loje ja kam treguar jo Kristit, po gjithë secilit këtu. Nëse nuk jam qenë e qartë, kjo është problemi i Kristit, jo imi në shpjegim. Për Kristin vazhdoj të mendoj të njëjtën gjë që nëse unë jam kontradikt e tëra, po ashtu është dhe ai. Miri? Atëherë për Kristin, çfarë mund të themi më shumë? Ai që në fillim të Big Brotheri, të ka pasur synim që sulmonte këtë dyshe, po themi, që ishe kaq e fortë për të, që rastësisht ai e bëri vetë me dorën e tij, se kujtoj se do na vente në siklet me këtë sfidë që na dha qenë fillim të kësaj loje. Dhe në çdo moment ka qenë pikësynimi i tij, ka qenë unë dhe Selin, që ne të ndahemi nga kjo lojë, po themi, edhe të na kundërshtonte të dy, sepse e mendon ai që ne tek e tek jemi shumë të dobët se sa bashkë. Kristi? Pak po sigurt është që fati i tyre jam unë, unë i bëra bashkë. Po, faleminderit shumë. Ashtu, ata kishin fatin që unë t'i bëja bashkë dhe kishin pastaj në dorën e tyre ta bënin historinë që të rrithen në mënyrën më të mirë të mundshme, por zgjodhen që të bënin këtë histori kaq faqezez për të dy këta, duke marrë indikacione, duke ardhur te Greta, duke i thënë dhe prapë vazhdonin, duke rekrutuar persona, duke i bërë pjesë të personazhit të tyre, për t'i futur brenda dyshes të tyre, gjatë gjithë kohës në lojë. Unë se kam kuptuar kur dhe gjithmonë e kam thënë Selinit që më ka ardhur shumë keq gjithmonë për Selinin, me thënë drejtën. Gjithmonë i kam thënë për faktin e asaj që miri po e tregon jashtë. Këtë e tregoj dhe më shumë ti kjo marrëdhënia e pa kuptim që unë shikoja të kunatave këtu brenda, si ka mundësi që dy goca që t'jenë me këtë lloj marrëdhënie jashtë të vinë dhe të bëjnë këtë lloj këtu brenda, ishte komplet e pa kuptimt. Por ka ardhur dhe e ka dhënë indikacionet kësaj vajzës, e cila në mënyrën më të keqe të mundshme ka dashur ta hedh poshtë, duke mos e konsideruar fare për të vazhduar lojën e saj këtu brenda. Absolutisht është loja e tyre. Celini e ka treguar këtë miri duke përdorur me pjesën e Mateos, veç me pjesën e Mirit duke e bërë personazh që gjatë gjithë kohës atakohet me meshkujt e kësaj shtëpie vetëm për të qenë në funksion të çiftit të tyre të krevatit. Nuk mendoj që krevati i kanë zbardhur faqen as Mirit edhe as Selinit. Absolutisht veç i shikoj Selinin shumë të fortë, është një gocë e zgjuar, absolutisht ja kam njohur gjithmonë, e bukur, e artikuluar, patjetër, konsideratën që kam pasur ja kam shprehur gjithmonë, ama ka një rrjedhë logjike e gjithë gjëja. Vin, bëhet çifti. Fati isha unë, absolutisht. U adhash e morën me ngritën në këtë mënyrë. Nuk e dhe për fat. Zgjodhen këtë lloj forme për ta ndërtuar këtë çift duke arritur nga si është marrëdhënia babebi, duke kaluar, duke pastaj a ka ndjenja apo s'ka ndjenja dhe të gjithë paturpsitë që Miri i ka bërë. Se Miri nëse ishte nga ata, solli dhe historinë nga jashtë, jo po goca, jo po kam një vajzë jashtë dhe këto kanë qenë dy argumentat gjithmonë kur është folur marrëdhënia e Mirit dhe e Selinit. Unë kam një gocë nga jashtë dhe kaq, sepse solli historinë për ta pasur argument se ka qenë që je i pa argument të brenda dhe je komplet i pa për të luajtur vetëm. Çka kam thënë gabim? Arriti në momentin që ajo çfarë u tha për Inçesti, i dogji hapin e radhës Mirit për të kaluar. Ne hapëm për të mbajtur marrëdhënien e tyre së bashku. Dhe në një moment kur Selini është përqafuar, është futur me mua dhe ka ndritur shumë afër me mua pavarësisht asaj dyshet që ka pasur me Mirin, në një moment kur unë shkoj dhe vendos vetëm dorën te banaku, më thon, "Ati kalo tutje për të më kaluar mua të gjitha turpet e Mirit. Po turpet e Mirit do t'i mbaj Mirit, i hajde me buke dhe për 3 ditë me radhë, se nëse ka dashur ta mbrojë marrëdhënien, nuk shkon atje dhe ti bëj muhabetin kur është e dushi, edhe ti bëj muhabetin aty në dush, se ka plot këtu hapësira për të bërë muhabetet. Dua të them vetëm kaq. Fati isha unë, historinë se si e kanë ndërtuar e kanë pasur vetë, tu vitur se ka ardhur dy indikacione, si nga ajo kunata atje, si nga dhe nga i vllai sot, dhe vazhdon prapë të zgjedhë të vazhdoj këtë lojën këtu, që është e pa fytyrë dhe komplet i ka nxirr faqen kësaj gocës, më e ka shkatërruar mendoj unë kështu.
faqen, se kanë ardhur dy indikacione që ja thonë këtë gjën. Dhe dua t'u them vetëm kaq. Kemi parë përputhen boll këtu, parazit fake komplet. Ama përputhen më të madhe kanë për këta dy, po dua t'u them vetëm kaq. Jem Big Brother këtu. E lini përputhen, hajeni Big Brother, dhe luani Big Brother. Duat bëj një replikë lutem. Duke filluar që nga rekrutimi që thot Kristi. Nuk mendoj që këtu askush nuk është aq fëmijë sa për ta drejtuar unë, hajde rri me mu, mos rri me atë, bëj këtë. Iradës është ky djali aty. Iradës është ky djali aty që e ke diskutuar dhe ju kanë dëgjuar që e keni diskutuar për ta marrë dhe për ta përdorur prap. S'është fare e vërtet. Për favor të luajës tuaj dyshe. Kjo nuk është fare e vërtet. Nëse ka një që këtu marrëdhënie një ndërton personale, ajo jam unë. Nëse loja ime që ka kaq shumë e lidhur me mirën, pse marrëdhënia ime shoqërore me Mateon funksionon kaq mirë? Unë nuk rekrutoj njëri dhe nuk jam rekrutuar unë nga Miri. Kjo është loja ime, situata jon me Miri na ka sjell të njëjtët kundërshtar, unë kam pas çastin time me kundërshtarët e mi, Miri të veten, mua xheste përputhen e çfarë po thot Kristi tu, ti nuk jam fare për Mateon dhe pranove që ta bëje këtë gjë dhe ishe e gatshme për ta bërë se kjo është loja jote. Në të mirë të çiftit tuaj për të përfolur situata që Miri është xheloz që Mateo rri me ty për të mbajtur akoma gjallë lojën tuaj në çift. Po këto situatë shpike ti më kokën tënde, me ato skemat e tua. Dhe ajo ishte e gatshme bashkë me ty, se po menonte edhe ty, të interesonte edhe ty për të mbajtur lojën në çift gjallë. S'do flasësh vetëm ti. Jo, po situata është për mua, Kristi, që ka ofenduar. E di çfarë jam kurioze unë Ledion. Jo, nuk mund ta thosh se po flas. Çfarë nuk kanë për t'i thënë njëri tjetrit nëse vendosen të ndahen nga njëri tjetri për të ardhur në Big Brother për të luajtur Big Brother. Ledion, të lutem, kam nevojë të sqaroj pse Kristi që ka ofenduar. Unë këtu ndoshta edhe gjykohem, po nuk mund ta luaj rolin e asaj vajzës së rëndë që nuk mund të më prekësh, nuk mund të bësh, sepse nga natyra jam shumë e çitër pozitive dhe përveç Gertit, unë përqafoj puth në mënyrë shoqërore të gjithë këtu. Ndoshta vetëm me Malin se kam bërë se me Malin kam të marrë. Por ama atë më vish mua, duke më provokuar te Banaku. Ka qenë unë ajo pashë thënë, turpet e mirë do të mbaj mirë, jo unë. Kështu që këto parimet e mia jo Kristi, po 10 si puna Kristi tu brenda nuk i shkelin dot. Nëse kjo është po keq transmeton, atëherë unë jam e gatshme ta ndryshoj, sepse këtu ndoshta njerëzit duan vetëm negativitet edhe lora të pisa të këtij lloji. Unë përputhem nuk po bëj. Gimbo? Desha më ços pak me Kristin një pjesë që tha që janë mundu me marrë për kupton. E kom tregu Kristit edhe secilit banor me ran. Unë në këtë shtëpi nuk mundet mua me rekrutu kurkush. Kën duan me respektoj, respektoj. Kën nuk duan nuk e respektoj si foli kurr. Se shoh, shpe. Nëse është loja vish me këshyr çish me prish dikën, nuk është që më kish pëlqyer shumë. Ama unë që loja është pak më ndryshe, e shoh që duhet ka pak edhe me pas në një moment fani, mundet me pas në një moment pak më ndoshta më të hishëm. Njerëzor domethënë. Bismak. Edhe nuk më merr mendje që mundet dikush në çështje me rekrutu mua se nuk i kam vjet, që mundet me rekrutu dikush, se i kam 25 vjet. A marr ti shoku, jam si të rekrutojnë ty fam na. Shoku jam, ti. Lutem, fal. Edhe nuk kisha pas qef kështu fortminin e për shpeqit fjallin më rekrytoj, po shijem në fund. Në fund sezonës, shijem. Okej, Arbër. Po që në fund, gjatë gjithë kohës, nga këta vitet vetëm mama u folë situata akrebatit. Kjo është loja e tyre, mo. Kjo është loja e tyre. Do që duan ta marrin, kjo është fakt këtu brenda. E kuptuam. Arbri. Mos u bëni përsëritje se e kuptuam. Tani kjo është një situatë në kundërshtrimin tim, një situatë dinamike tamam Big Brotheri. Pra, si e shoh unë këtë? Shoh një Krist që për hir vërtetës ka një lojë individualiste. Pra, ndoshta kjo është strategjia e tij dhe normalisht në këtë pozicion që mban Kristi, kur edhe ndonjë aleat që mund t'i afrohet siç është Greta, është tepër dyshues, e bën akoma më shumë që të analizoj gjatë gjithë kohës rri dhe mendon dhe në këtë pikë të lojës mendon që duhet ta shkatrojë këtë marrëdhënie, e cila për hir të vërtetës është diskutuar shumë brenda shtëpisë. Fakti që ka marrë vëmendje do të thotë që mund të ketë marrë edhe vëmendje të madhe jashtë. Këtë nuk e dim. Dhe Kristi do ta shkatrojë këtë leancë, sepse do të fitoj Bigun. Dhe që të fitoj Bigun, duhet që t'i bi gjithë atyre që mendon se po përfolen, të cilët ka një dinamik brenda shtëpisë dhe njerëz brenda shtëpisë banor që e kanë parë këtë dyshe
të fortë nuk është vetëm Kristi, është edhe Greta ka bërë përpjekje që kjo dyshe të shkatrohet. Ka dy lloj fituesish Big Brotheri. Ata që ecin në mënyrë individuale, por dhe ata që dinë të përdorin në kohën e duhur dhe në mënyrën më të mirë aleancat brenda shtëpisë. Dhe këtu kemi dy palë lojtarë që luajnë dy strategji të ndryshme. Dhe në thelb është, me fjalë të tjera, ti han kokën njëri tjetrit për të fituar bigun. Dhe mua më pëlqen kjo. Qartë, Monika. Unë do të shikoja që Kristi është bërë pishman që vendosi Mirin dhe Selinën në një krevat, sepse ata u bën të mëdhenj, dashe pa dashe, dhe në një farë mënyrë unë shikoj dhe xhelozin që ka shtëpia për Selinin dhe për Mirin në një farë mënyrë, pavarësisht se të gjitha aty puthen dhe përqafohen në një farë mënyrë me njëri tjetrin, por ne nuk kemi parë as puthje dhe as përqafimi përveç përdredhjes kaçurelit të Selinës. Dhe kjo bëhet një qamet i madh dhe quhet perversitet i madh, kur ndërkohë aty ka veprime të tjera shumë më, po themi, më intime se sa kjo. Dhe unë e shikoj në këtë këndvështrim që Selin, unë do t'i thoya që të vazhdonte lojën e vet, sepse po të shikosh xhelozia në shtëpi është shumë e madhe ndaj saj, pavarësisht se ajo dhe për moshën që ka është shumë e vogël dhe po vazhdon dhe po qëndron konsekuente në qëndrimet e saj dhe ka fituar një lloj autoriteti në shtëpi. Dhe unë mendoj që mënyra se si duan ta trajtojnë të gjithë për ta kompleksuar në mënyra nga më të ndryshme, i jep akoma dhe më shumë pika saj. Dhe vërtet që Miri dhe Selin për momentin janë lojtarë të fortë që e shikojnë veten tyre në simbioz me njëri tjetrin dhe kjo i nervozon që të gjithë të tjerët, ndër fakt ku të gjithë duan të bëhen ndyshe në mënyrë me njëri tjetrin, qoftë edhe Greta me Kristin, sepse është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Pavarësisht se Kristi ka zgjedhur pavarësinë për të qenë i vetëm. Për Gretën dhe Kristi do të flas sërish vetëm pas pak, sidoqoftë për momentin po ju lë me njëri tjetrin. Lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë, sepse është qëndron në fakt kjo gjëja, është parë gjatë këtyre ditëve një përpjekje e Gretës për t'u afruar me Kristin, për t'u bërë një lloj Miri dhe Selin i dytë. Diçka që Kristi ndonjëherë duket sikur pëlqen, ndonjëherë duket sikur e bezdis fort. Do ta diskutojmë pas pak, qëndroni me ne.